Sa punëtorë ka? Mbi 100 të jashtëm e të brendshëm. Kontributi i tyre si është? I jashtëzakonshëm. Ata janë njerëzit e familjes time të dytë që kalojnë 70% të kohës së tyre në atë kompani. Mjedisi nuk do të jetë toksik, mjedisi do të jetë motivues financiarisht, emocionalisht, moralisht, mendërisht, ata do të jenë gjithë njerëz të relaksuar që të jenë eficient, japin maksimumin e tyre të prodhojnë për mirëqenien e kompanisë time, por për mirëqenien e jetës tyre, që është e lidhur ngushtësisht me kompaninë time. Kur unë prodhoj, ata shpërblen mbi rrogën gjithmonë me incentiva marketingu. Kush punon shpërblet dhe nuk është thjesht një rrogtar, por është një lider i prodhuar nga një lider, ka një platformë, një mundësi për të zhvilluar, për të treguar veten edhe kjo është ideja ime me pak fjalë, kështu spontanisht. Pyet punëtorë për shëndetin. Vazhdimisht, kam raport shumë të ngushtë, unë jam simboli i leadershipit emocional, jo leadership autokratik, jo leadership sundimtari, e kupton, unë jam ajo që jam, në unë vendos dhe ju do më tiqni gjithë mbrapa. Unë jam një si ju, unë jam bashkë me ju, në të mirë në të keq. Ti nuk i konsideron punonjësit e tu si shpenzi. Për fat keq, pjesa më e madhe e sipërmarrësve të vend, punëtorët e tyre e konsiderojnë si shpenzi. Faleminderit shumë që në vizove këtë, më bëre shefin vërtet. Vjen mirë që e ke evidentuar. Unë i shoh si investim, po i shoh dhe si njerëz, jo si numra. Ata i shikojnë më keq, i shikojnë si shpenzi.